Përshëndetje miq. Sot do testojmë mitin që gozhda del me gozhdë. Atëherë, ose plumbi del me plumb. Atëherë të shohim nëse kjo është e vërtetë. Marrim gozhdën dhe fillojmë ta ngulim te kjo copa e drurit këtu. Me profesionalizëm dhe më në fund e ngulëm. Tani të shohim ç'a ndodh. Marrim një gozhdë tjetër dhe ta ngulim sipërsa do shohim a do dal kjo gozhdë përmes kësaj gozhdës tjetër. Atëherë vendosim gozhdën pikërisht aty ku është ngulur gozhda e parë dhe fillojmë ta godasim derisa e ngulim komplet. Atëherë ne do prisim sipas mitit që gozhda e parë të dilte, por siç shihet tani kemi dy gozhda njëra mbi tjetrën, pra në vend të një gozhde kemi dy gozhda, kështu që miti natyrisht që nuk është i vërtetë. Maksimumi që mund të arrijm nëse copa e drurit nuk është aq e trash, përmes gozhdës së dytë do nxirrim jashtë gozhdën e parë, por gjithsesi gozhda e dytë do ngelet brenda, kështu që miti që gozhda del me gozhdë thjesht nuk është i saktë.